Irini Shehu, ish drejtoresha e Spitalit Rajonal të Dibrës, është arrestuar nga policia pas një sër kallëzimesh për fyerje, kërcënime dhe përndjekje ndaj punonjësve të institucionit ku ajo drejtoi deri disa javë më parë. Shehu, 44 vjeçë, ishte prej disa javësh nën hetim në gjendje të lirë për veprën penale të përndjekjes, pasi u përfshi në një skandal të bujshëm brenda ambienteve të spitalit. Sipas burimeve zyrtare, gjatë kësaj periudhe ajo ka vijuar të kërcënoi dhe ngacmoi zhvartësit e saj. Rasti më i fundit ka ndodhur vetëm një ditë më parë, ku krye infermierja Shpresa Biçi, 48 vjeçë, ka bërë kallëzim në polici duke pretenduar se Shehu e ka kërcënuar me mesazhe dhe telefonata pas një debati të ndodhur në mesditë. Policia e Dibrës ka konfirmuar se ka proceduar penalisht Shehun për veprën përndjekje dhe me urdhër të prokurorisë, ajo është vënë në pranga. Ajo ndodh në mbikëqyrjen e forcave të rendit në një nga dhomat e Spitalit Rajonal, duke u përpjekur të shmangë arrestin përmes pretendimeve për gjendje të rënduar shëndetësore. Vetë Shehu e ka cilësuar arrestimin si të padrejtë të bazuar në prova konkrete. Ngjarjet e fundit vijnë pas një incidenti të ndodhur më 11 shkurt, ku Shehu, gjatë një debati me shefin e financave Shaban Uklala, e kishte sulmuar këtë të fundit fizikisht me një kapse metalike letrash, çka çoi në shkarkimin e saj nga detyra. Pavarësisht largimit, ajo dyshohet se ka vijuar të intimidojë punonjësit e spitalit. Ngjarja ka ngjallur shqetësim për komunitetin spitalor dhe autoritetet thonë se hetimet do të vijojnë për të sqaruar plotësisht situatën dhe për të garantuar sigurinë e stafit shëndetësor.